Rikthehemi në studio, të ftuarit e mi tashmë janë akomoduar, ne ishim të vë muhabet, derisa e pam që erdhi koha të nisim bisedën. Altina dhe Hajdari janë me mua sot për herë të parë bashk, pas shumë insistimesh, sepse ka kohë të gjatë që unë dua t'i bëj bashk, edhe pse në aspektin profesional e thash dhe pak më parë që ata vinë nga dy botë të ndryshme, por që kryesorja është e kanë gjetur atë balansin e artë që i duhet një familje. Kënaqësi ju kemi, Altina mirë se erdhe, Hajdar mirë se erdhe dhe mirë se e binde Albinën që të vi sot në studio. Në fakt, mirë se t'jetëm. Bindje një ke bët ti, se unë veç i thash kontakta me Florën, a e lënë në dorën tënde. është mirë të vish, po tash prapë tash vendos vetë. Do më thënë aftësit e mia bindse dhe kësaj radhe rezultuan me sukses. Po, bashkë me sukses. Altina, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia imja. Kënaqësia është e jona në fakt dhe jam e sigurt që do jetë një bisedë shumë e bukur, shumë motivuese dhe do inspirojmë ndoshta shumë të rinj, të cilët janë në atë fazën ku besojnë që institucioni martesë dhe familjes është në zhdukje sipër dhe ne po mundohemi që këtë ta promovojmë sa më shpesh në studion ton me çifte të cilët e kanë gjetur sekretin, do thoja. Sekretin e lumturisë. Hajdari, para se të nisim bisedën më tha, çka më ke bo ti mu? Dhe unë thash do ma tregosh publikisht se çka të kam bo. Ti ke marrë në qafë. Se? Çka bona unë? Jo në kuptimin se ke bo diçka të keqe, po e pash se sa e rëndësishme është pjesëmarrja në një intervistë. Se ndoshta unë e kisha humbat sensin e pjesëmarrjes në televizion. Ty më thash jam bë përditshmëri intervistë. Po, më ishte bë si rutinë dhe kur e pash atë entuziazmin e Altinës se pas nesër do të jem në intervistë. Tash, 2 ditë para bëhet gati. Më thonë, 2 ditë në shtëpi është ai muhabeti se do të jemi në emision, që do të veshim, që si do të e pashat entuziazmin e pjesëmarrjes Që televizion. ty t'ka mungu ndoshta për faktin që t'jam bë më pjesë shumë e... Bile provava dhe të shfrytëzoj pak rastin, se ta detyroj të bëj disa punë që me hekuros ma këtë se do dalë në televizion. E shfrytëzove mundësina. Jo, kjo për mua është hera parë në televizion dhe pash se me të vërtet qenë ka një sfidë për mu, se përditshmëria ime është tjetër. Përditshmëria ime është zgjohem, të merrem me fëmijë, të shkoj në ordinancë, kam qenë edhe në stazh të specializimit. Edhe kjo është diçka ndryshe për mu, edhe për atë e quajta si një sfidë për mu. Dhe është tamam sfidë në fakt për njerëzit të cilët nuk e kanë pjesë të punës dhe profesionit të tyre dalje në ekran, dhe nuk është fare e thjesht, Hajdari këtë e dim ne që jemi një jetë të tërë para kamerave, por që unë jam e sigurt, Hajdar, që sot do të them akullin dhe do ta kemi më pjesë të intervistave tona Altinën, edhe profesionalisht në profesionin dhe fushën e saj. Besoj se tash pas kësaj interviste, akulli do të nuk do të kërkojmë më ty me Altinën, kemi fund tash e tutje. Unë do të marr pushim. Edhe do të shkoj Altina. Do rish pak me fëmijët ti? Altina do vinë studio. Okej, atëherë kthehemi në bisedë. Kjo është nga ato pyetjet më klishe, po e kam patjetër ta nis kështu se nuk kam si ta nis ndryshe. Dua të ju kthej në momentin e parë në atë fazën dhe rrethanat kur ju të dy jeni takuar. Çfarë ju bëri bashkë? Ju kujtohen momenti ndoshta nga ato momentet e para kur ju të dy jeni taku dhe si lindi gjithçka? Në pika të shkurtra të ndajmë. Na ke kthej shumë masa. E di, kemi edhe ca foto të bukura që ndoshta do t'ju kthej në faza të ndryshme, etapa të ndryshme të rrugtimit tuaj të përbashkët. Kemi disa momente, në fakt Altina ka qenë shumë e re kur jemi taku, edhe unë kam qenë i ri, po ti pak më e re se unë. Sa keni diferencë në moshë? 3 vjetë. 3 vjetë, okej, s'pas keni shumë. Nuk kemi shumë tash, po në moment kur ti e 20 vjeçar dhe kjo është 17 vjetë, po atër konsiderohet diferencë. Në atë periudhë, unë e pash potencialin. Jo, ishte vajzë dhe re, bukur, kështu ka qenë gjithmonë e bukur. I thash dhe unë, thash unë Altina, nga momenti i parë që e një nuk ka ndryshu fare, vajzë shumë e bukur. E ishte shumë e fokusuar pas shkollës. Edhe unë me metodat e mia e defokusova pak. Cila dishin këtë metoda? Me shkollën e kam pas për herë. Vazhdon ende të jetë e fokusut ke shkolla, po unë ja ku marrë një pjesë të fokusit. Edhe atëherë kujtoj para sa ka 15-16 vite, duhet kjetë.
I shkryta një poezi. Çfarë poezie? Poezi Te komike. me që është e shkollës, sa ta shfrytëzoj një poezi t'ja Poezia shkruaj. ishte komike. A, komike, okej. Në fakt e takova ke parku i qytetit Gostivarit, sepse aty ishte gjimnazi, medicina, shkollat e mesme. Unë më isha në fakultet, unë më i mathish. Ma me përvoj. E disha orarin kur ndrohen ndrimet dhe bëja roja aty për ditë derisa ta takoj. Edhe ashtu sikur rastësisht ja preva rrugën. Edhe atë moment që i dola unë kësaj përpara, pastaj i thura disa vargje. Edhe kur e postova, kjo e poezia inspiruar nga Altina direkt. Me tendencë që kjo ta lexoj dhe ta shoh, për mua e ka shkruar, edhe pastaj kështu filloi të lishohet në kjo. Gjithmonë ka pas atë humori, si vazhdon ta ketë. Edhe për atë edhe une, si të thëmë, do njëherë i duhet një njeriu që është serios, për diqëmërin i duhet një njeri që ta mbështese, t'i jape humor, edhe Unë jam e bindur gjithmonë që plusit i duhet minusi. Dhe kështu që ju të dy taman e plotësoni njëri tjetër. Qelsi suksesit. Nuk e dyshoj as pak. Nëse janë të dy plusa, problem. Është shumë problem. Dhe pastaj momentin ndoshta kur gjërat tuaja filluan të bëhen më serioze, si e more vendimin që ti tregoje Altinët? Ka qenë Altina ai moment kur ti i ke thënë vetës kjo do jetë gruaja ime, do jetë nëna e fëmijëve të mi, meqense te nga fillimi më ka pëlqyer për faktin që ka qenë më ndryshe ndoshta nga vajzat e tjera që ti ke njohur. Këto mendime unë i kom pas prin momentin e parë që e kam taku Altinën. Mirë po pastaj unë fillova të mirëm aktivisht me muzikë, ishte ajo periudha ku unë fillova në për klubet natës, Altina shkoi në fakultet, kishim një distancë të vogël, derisa një pauzë shkurt, derisa e morëm veten në profesionet tona, edhe pastaj kur arritëm kulminacionet në profesione, u rikthyem dhe me njerë vendosëm që të fejohemi, normal. Ishte viti 2016. Atër vendosëm që fakultetin me kemi kry, ti ke marrë rrugët tuaja, je bë këngëtar, i famshëm, deri diku. Dhe ishte momenti që duheshte të krijohet një familje. Edhe kështu vendosëm. Na tregoj Altina nga këndvështrimi i saj, si ka qenë kjo faza, se më bëri përshtypje kjo që keni pas një pauzë. Gjatë kësaj pauzë Altina të ka shkuar në mendje Hajdari, apo ka pasur gjëra që ty të kanë ngel peng dhe ke thënë me veten, po ndoshta është mirë, ta gjejmë një farë mundësie të rikontaktojmë, ose si ka qenë kjo fazë për ty? Kjo faza që kishim atë pauzën, unë isha e fokusuar me fakultetin. Në ndërkohë, normal, të ofrojnë shansa, ti asnjëherë nuk mund të marrish ndryshim se e mendon. Vazhdimisht e kom pas aty brenda në zemër, ta them, edhe nuk mund që të vazhdoj përpara, si të them, edhe fati Zoti e bani që prap të jemi bashkë. Sa e bukur kjo. Hajdar, si po ndjeshtin këtë moment që po e thotë këtë? Kjo i kanë ndihmuar tash unë ta kthej në atë mënyrën tjetër. Kjo i kanë ndihmuar që të përfundoj fakultetin me 10 që. Taman. Fokusin e ka pasur. Po dhe ti ke bërë veprim të mirë, nuk i ke pengu gjatë kësaj faze, që është shumë e rëndësishme dhe determinuese për një të ardhme, edhe për ty edhe për Altinën. Bile, pasi arritin fazën e fundit fakultetit, direkt e vazhdojmë atë, si themin e muhabetin, aty ku e kemi lanë. Sa bukur. Sikur nuk ishim ndaj, nuk ishtë periudhë kështu të ndarë. Edhe, si të them, une vazhdova me dalin, sikur se sot nesër me në flasë, dhe që ajo nga ka bërë se është shumë njëri spontan, është njëri që pozitive vazhdon, nuk të bën ndjesh keq, suporton edhe për atë ka vazhdu që është si vazhdon edhe për. Kjo është shumë e rëndësishme në një qift. Besoj mbështetja është një nga gjërat më të rëndësishme për të funksionuar. Altina, dua pak të kthehem tek mënyra se si ti je rritur, je një vajzë vetme, pa motër, vetëm me një vlla. Si ka qenë fëmijëria yte dhe çfarë ke gjetur te Hajdari, diçka që ndoshta e ke pasur edhe në formimin tënd, diçka që të ka thënë, "Ok, ky duhet të jetë bashkëshorti." Ndoshta në momentin kur edhe ti e ke zgjedh Hajdarin dhe ke parë diçka nga ajo që ti e formuar si vajzë. Unë jam rritur, bashkë me vllaun, njerëzit mendojshin se jemi bineq. Edhe në gjani? Kam dallim 18 muaj me vllaun tim.
Bilese dhe Dali ka mendu se emrin e kam, se vllau im e ka emrin Besnik. Ka mendu se unë quhem Besnike. Edhe fëmiria ime ka qenë, do me thonë, kudo që paraqitesha, a dilsha, vazhdimisht kam qenë me vllaun tim. Edhe, si të them, munges këshu, më ka kompletu atë e kom pas edhe si vlla, edhe si shok. Te Dali, pash diçka, ne kishim një dëshirë, kishim qef të unë të këndoj, vllau im t'i bjere pianos. Edhe te Dali e kom gjetë atë si, për shembull, unë nuk e kam vazhdu profesion me muzikën, e te Dali e kam tash nëse du të shkoj të këndoj poshtë në studion e ti, nëse du të shprej atë mungesën që e kam me vllaun tim, e kam, do me thonë, Dalin që më plotëson në muzikë. Në këta segment. Se edhe vllau im edhe unë e kemi pasur të themi talent. Pasion, do shta? Pasion, talent. Talent. E shet që nuk qenë keni botë të ndryshme ashtu si që u paralemrova, diçka që nuk e kam ditur për Altinën, që ka prirje dhe talent për muzikën. Tamane pas ka gjetë atë që ndoshta i ka munguar, ta ketë përjetësisht me ty. Bile këndon pak ma mirë son. Vërtet, dhe ajo ideja që ma tha Altina është një, do më thënë më ka një detaj shumë i rëndësishëm, ta kishim marrë gitarën dhe të kishte këndu diçka shkur. Me qëllim e bona që më dalë kequn se dhe thënë këndon ma mirë. Mësë ta marrë bukën, Se unë nuk mund t'ja marrë që gjallin. E tani kemi fëmijët, kalojmë të pjesa më e bukur, me notat më të bukur atë jetës tuaj, që janë Drini dhe Rea. Drini është fëmiu i parë dhe Rita Rea, ndjes. Fëmija e parë është Drini, si e ka ndryshuar jetën tuaj, në çfarë aspekte i ka dhënë kuptim jetës tuaj, si nën për herë të parë, po e nis me ty, Altina? Drini, do me thonë, edhe kur kam ngel shtatzane, edhe gjithë shka është hera parë. Ajo ndjenja ishte si e papërshkrueshme, isha shumë e përkushtuar, si nën, isha shumë e frikë, mos jam të bë diçka gabim, kur më lindi. Krejti reshim kokë, e dishim që, a merë frym, të fiksuar, të fiksuar. A është duke flejtë si duhet, mos e mbysi, mos i bëjmë shumë, mos i bëjmë ashtu. Shumë të përkushtut, po si fëmiu i parë, po. E pastaj, me lindjen e Ritës, ne e kuptum, do me dhënë se ja dishim rendin, si prindër t'jemi. Edhe shumë normal, pastaj e morëm, edhe shumë mirë që kanë atë dalim mosha, se njëri qetërin tash në fillim e kisha shumë ranë, se gjelozon të djali vajzën, po tash janë bërë si dy shokë shumë të afërt, si une me vllaun tim. Sa e bukur. Hajdar, për ty si ka ndryshuar ardhja e Drinit në jetën tuaj? Drini... Se dhe meshkujt e kanë këtë ndjeshmëri, por që ndoshta e kanë më problem të shprehin. Për shembull, ne nënat dim të shprehin më me melankoli, do thoja, këtë ardhjen e fëmijës të parë, por që ka të baballar shumë të përkushtuar. Unë jam nënë përkushtuar. Ja, mu Drini ka ardhë në periudhën më të mirë për mu, po më të keqe për botën, se Drini ka lindë në kohë të Covid. Po. Bile në ditët e para që u përhap Covidin në Macedoni, Drini ka qenë shumë i vogël, 2 javësh. Taman kohën më të vështirë për të lindur, për të cilë në jetë një fëmijë. Për të cilë në jetë, po ajo më ka konvenu mu, prandaj e thash në kohën më të mirë për mu, sepse ne të gjithë aktivitetet u ndalen, edhe unë isha 24 orë në shtëpi i përkushtuar me Drinin. Drini, unë e kam pas fat, ndoshta se ka qenë pandemi në atë kohë, që të ri gati një vjetë me Drinin. Kështu që te Drini nuk ka gjëra që të ka ngel peng, të paktën në vitet e para të rritjes së tij. Se zakonisht shumë prindër e kanë këtë frikën që ndoshta nuk kam kalu kohë sa duhet, gjithmonë ka gjëra që të ngelen peng. Kështu që me Drinin e ke unë prej mund të them 2 vitet e para të Drinit, unë 2 vite fiks në çdo moment kam qenë me Drin. Sa bukur, po. Për ty, Altina, ka qenë mirë që ka qenë vazhdimisht? Po, Hajdari në shtëpi ose ka pas në një moment që këta unë si personel mjekësor kom vazhdu punën, unë kam shku në punë, këtyve ju ndalë krejt me koncerte, me krejt mbramje çfarë kishte, nuk mund të performone, ishin ato orët policore, po ne si stomatolog punuam,
një periudhë pak na bën disa ndalesa, po I kishim ato veshjet speciale që punojshim. Kur kthesha e disha edhe në shtëpinë e kemi vjerën time, e cila përkujdeset, e kam nanën që përkujdeset. Mirë po e disha se edhe babi është aty edhe do të thonë e ka komplet kujdesin e duhur. Po kishe frikë ndoshta nga momenti kur ishe ekspozuar me njerëz dhe pastaj të ktheheshe në shtëpi me një fushnjë të vogël, e ke pas këtë frikë? Kam pas njerë frigën, të them drejtën ishte na bën atë koronën, sikurse është diçka shumë, tash edhe gripnat ekzistojnë, vazhdon të jenë, po atëherë ishte ajo frika për krejt. Na u shndrua në traumë kjo. Po. Edhe pse e kalum, e majment e kalum. Po, e kishim. E kalum po pasoja të randa. Okej, më vonë duket se I kemi kuptu pasoja që na I kalon. Se atër nuk kemi qenë të vetëdijshëm tani, nga kjo distancë kohore, kur shojmë ca çrregullime që si kemi pas më herët, themi nga korona kemi. Ne kalum mas vaksinimit. Edhe sikur pas koronës koha është të shku shumë shpejt, nuk e dija une, e mendoj ashtu, sikur pas asaj filloj ma dinamike. Po gjitha gjërat më po I kujtojmë pas pandemisë, do të thënë shumë gjëra kemi haru çfarë ka ndodhur, çfarë jete ishte, mua po duket se edhe jeta ka marrë një kahje tjetër, ka ndryshuar gjërat shumë. Okej, cili nga fëmijët është më shumë Hajdari dhe kush është më shumë Altina në aspektin karakterial? Se në pamje mua vajza më ngjason me Hajdarin, nga syt, nga fytyra, nga tiparet e fytyrës, më duket që I ngjan shumë. A Drini është që? Drini? Unë jam po edhe për emocionet si ka, edhe I ndjeshëm si është si unë. Rita është pak ma e fort, si të them, karakterin e ka ma të fort, është ma e vendosur për vendimet, e vogël është shumë, po vendimin që e ka ajo nuk mund t'ja ndronë krejt shtëpia. Nuk I shumë po për vajzat mund duket që është e mirë kjo, sidomos në këtë kohë që po jetojmë dhe gjërat si po ecin shpejt, mendoj që vajza është shumë e rëndësishme të ditë të thotë jo në këtë kohë. Pëlqen kjo ty, Hajdar? Deri diku më pëlqen. Më pëlqen fakti se është si unë. Fizikisht, ha? Edhe në karakter pak. Edhe në karakter, ha? Më pengon fakti se ky është shumë I ndjeshëm. E këtu po pak. Dhe më thonë, ky edhe nëse takon një fëmijë të panjohur në rrugë, I cili qanë, ki qanë bashkë me atë. Vajtan. Ose dëm pyset e shpjena, na pse qante, qëfar ishte, krejt don të adine pse ndodhen diçka, nëse është diçka shumë, për shembull nëse është ai fëmiu duke qarë, pse ka ndodhë, si ka ndodhë, ai, si una. Lotin që këto e ka nëse, ndërsa Rita është super feme. Rebele, a? Rebele, super feme. Do me thonë, ajo thot, kjo loja është e imja, mos e prek. Nuk ka shans t'ja preksh. Nuk bën kompromise me gjërat e saja. Okej. Ky e liron. Edhe si e ka raportin mes vete, e tha që në fillim e ka pas pak problem, ndoshta vëmendjen që ja ka marrë Rita, Drini, tash si po funksionojnë bashkë? Tash ai e liron, do me thonë, vazhdimisht luajnë bashkë, nëse diçka don Rita, ai e liron, nëse diçka don Drini, Rita nuk e liron. Atëherë lufta krisën. Drini bën kompromise. Bile Drini ka bërë edhe një kompromis kur ka lind Rita. Ka thonë, nanën e morë se e morë pak të babit më mama. Bile këtë territor nuk e lejoj me mama. Edhe babit nuk e lejon. Me nanën bën kompromise. Për shembull kur qanë natën. E ka kuptu më? Thot, dhe shkoj kebabi unë se Ritas. Nuk më let. Nuk më let. E din që me Ritën e ka problema. Rita I qonë voice messages, I qonë, babi, ec mere Drinin, mos flene me ne. Nëse Drinin e zën gjumi ke kreveti Ritës, Rita qonë voice message mu. Babi, ec mere Drinin. Do thonë aqë inteligjente me njëherë, ja bën qarën. Ta thirin babin, mu ma kërkon telefonin, ta thirin babin se ta mare Drinin. A jeni gata prindri që I leni me telefon fëmijët, se shumë prindër, kur shumë vajza ose çifte kur janë në periudhën ende pa u bërë prindër, I gjykojnë prindërit e tjerë që I lënë në telefon. Ju, si qëndroni në këtë aspekt? I lejmë, si të thonë, gjithë shka me kufi, pa. Normal, jemi në kohën ku teknologjia është aktuale, ku gjithë shka është më, dhe të thonë, ne dhe qëfar na duhet, ditë shka kërkojmë në internet. Qëfar na duhet e qelim të folim e qelim chat GPT, ose e qelim një kështu aplikacion të bëjmë shpejt kërkime. Edhe ato duhet qasen me atë. Me vërtet bën dam,
nëse vazhdimisht rinë në telefon fëmia, e shoh se, si të them, izolohet i rrethit, po unë mendoj se gjithçka me kufi. Edhe loja, edhe ajo të jetë me kufi. Po dhe mire the që në këtë kohë që po jetojmë nuk mund t'i bëjmë ne fëmijët ndryshe, sepse fëmijët tjerë janë të tillë dhe ne nuk mund të... Jo, ka një problem të, nuk mund t'i ndalësh fëmijët një telefon ose një iPad, edhe mas i ndalon të jeti, të rinë shef rilsa vetë. Po, edhe vetë ri me telefonat. E para, e dyta, nuk mund t'i ndalësh të një qasje në telefon fëmijët, kur të i thoa, donë të ta bleket lojën e tregon telefon. Nuk është periudhë tjetër ajo ku s'ka pas askush telefona dhe ajo normal se fëmijët kanë luajtur njëri me tjetrin. Tash secili fëmijë ka telefon. Kontroll duhet ketë. Duhet ketë një farë kontrolle se çfarë shef ai aty. Jo se a shef apo nuk shef. Kontentin duhet ta mbajmë në kontroll. Ne zakonisht televizorin u lëshojmë, nëse duam të shohim diçka, ta shohim edhe nesër çfarë shohim. Edhe në ambient jashtëm kur del fëmia, në qendër tregtare, në rrugë, në shkollë, tash më gjithë edhe reklamat që bëhen me televizor, me ekran. Nuk mund t'i ikish ekranit. Por mendoj unë duhet kontrollohet se çfarë shef. Kjo është shumë e Drini shembull ka pas një të mirë se edhe ka pa Drini me idol, me Valon Gashi. Drini ka pa sende interesante, jo sende pa lidhje. Ka pa, sidomos ka pa për muzikën. Shumë është formu pa për muzikën. Drini ka lind me vesh absolut. Vërtet. Drini është ekstrem i talentuar në muzikë. Sa bukur. Po si të dilte ndryshe nga një mami që ka talent për muzikën dhe me një baba artist i rritur në familje artistësh. Edhe Drini ka pa dhe vazhdon të shef gjëra që janë në interesin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë te fëmiu. Edhe ua kemi lishu televizorin vetëm për arsye se don ta shohësh edhe ti se çfarë është tu pa telefonat. Ndonjëherë, ndonjë rast normal ke ndonjëherë edhe nga angazhimet nuk e kemi atë mundësinë që ti kemi në kontroll të shohim se çfarë kontenti po shohim. Edhe për atë shën televizorin jemi edhe ne në kontakt me atë se çfarë sheh. Por tashmë teknologjia ka ecë para dhe ke direkt kontroll nga telefoni jot tek telefoni i fëmijës, e shef çfarë shef. Edhe kjo është një avantazh. Ja limiton. Nuk i ka gjithat këqija telefoni, ka edhe aspekte sigurisë shumë të mira të cilët ti mund ta kontrollosh dhe t'ja ndalosh momentet të caktuar me telefon. E vërtet. Tani të ndalemi te sakrifica që duhet t'i bëj. Kalojmë në seriozitet. Çdo çift duhet bëj nga kompromisi nis gjithçka, sakrificat që i bëjnë për njëri tjetrin, balansin që duhet mbajtur të ndahet jeta profesionale dhe ajo familjare. Altina, kush nga ju ka qenë personi që është dashur të bëj një hap mbrapa, një sakrificë të tillë për t'i dhënë ndoshta përparësi partnerit? Kush nga ju e ka vërë këtë sakrificë? Dali. Okej. Më ka suportu për, do me thonë, unë specializimin, magistraturën e kryta mbas ju martova. Do me thonë, ka qenë aj shtytës, se për mu si femër, normal se do vazhdojsh për para, po më para e shef fëmijun. Edhe unë e kam mendu se nuk do mundem me fëmijun duke pas fëmijë, plus isha 7 zanet e rita për kur e fillova specializimin. Edhe gjithmonë thusha unë nuk mund ta bëj. A Dali ka qenë ai i cili më ka shtyp dhe e bëjsh, mundesh, më ka suportu me të vërtet. Se tisht për mu, unë jam shumë kritike, edhe ndaj vetes, edhe ndaj ti. Sa është me rëndësi të kesh një partner që të nxitë. Po besoj nuk e ka pasur të thjeshtë, edhe Dali është dashur ndoshta shumë nga angazhimet e tij, ti reduktoi që ndoshta të sigurisht keni këtë mirë kuptim për njëri tjetrin. Ndoshta kjo është edhe sekreti i lumturisë që tha Chelsea, se duhet kur e zgjedh partnerin duhet të shofish që ti ketë ato tiparet që ti nuk i ke. Edhe ajo e plotson njëri tjetrin. Unë kom një farë aftësie që edhe në situatën më të keqe, që më ndodh mu, unë me njëherë e kërkoj të mirën ku e ka. E kthejnë në pozitivitet. Edhe nëse unë duhet të bëj kompromis ose një sakrificë, ta humbi një ditë, ta them, ose një aktivitet timi, një koncert, një inqizim, unë do ta gjej mënyrën që ta kompenzoj atë, por e shoh se cila, për momentin, cila ka peshë më shumë. Cila duhet bëhet para, duhet bëhet specializimi,
apo unë të bëj 2-3 epizodat podcastit. Po, pra prioritete I duhet shoh të prioritetet dhe kjo më punon, kjo peshore më punon shumë mirë. Edhe unë kur e shoh se prioritet ka aktiviteti Altinës, unë i bëj gjithë çka që është e mundur që të mos e pengoj aktivitetin e kësaj, dhe gjej, pastaj bëj sakrificë, ose më kujtohet njerë një shok më tha ku e gjen kohën që i bën gjithë aktivitete brenda ditës, i thashë sakrifikoj për gjumit. Nuk Në vend që të flej, se ndodh shumë ditë të mia, ndodh kjo që derin kur e zën gjumi Altinën, drinin rritën, unë jam aty, edhe pastaj në vend që të flej, unë kthehem argjoj dhe 3-4 orë tjera për t'i kry disa punë në studio që i kam pas. Për t'ja lehtësuar ndoshta ditës së nesërme. T'ja lehtësoj vetë ditës nesërme që të kem hapësirë për të bëj edhe ndonjë kompromis tjetër. Shumë shembull i mirë ky në fakt. Jo, po falenderojmë edhe familjen, mbështetja më e madhe. Kur s'kimi Katja majmë. Po. Emergency call. A e thirrën ti nanën tënde, unë nanën time, edhe na kanë. Sinqerisht jemi shumë me faqe. Si për shembull sot, kush do të bëjë kompromis sot? Askush. Të di do të shtetëmim në emision. Po, prindët drejt në telefon. Kush po i ruan fëmijët sot? Prindrit e Altinës ose prindrit e... I lam me mamin tim, por morëm lajmin se do të vi ndihmë edhe mamin tim. Për momentin nuk e dim kjo. Mund ta vazhdoni pas emisionit një darkë bukur, pse jo ta shfrytëzoni këtë rast? Edhe bukur po dukemi. Sot një në fond do ta shfrytëzoj. Kjo është e bukura e sakrificës që e bët për të ardhur në emision, besoj. Ja vlejti. Ajo thash, unë përgatitjet, Dali ti thosha, unë si të bojmë, si të duken. Dali, Altina, pse e ke marrë kaq? Unë kisha hera parë për mu është e... Jo se po gjelezojsha pse unë si ka marrë ka shofer zemrës intervista. Po ti si ke marrë se ato jam për ditë shmërit e tua, po për mu është kjo... Pastaj fillova ta ngacmoj, thosha, është ma kollaj që është një intervista, apo që është provim? Provim, definitivisht. Ma ta Altina, ta asnjëherë nuk kam qenë kaq e emocionuar edhe në operacion, kur kam hyrë kam kalu më me lehtësi se sot. Se i di procedura, definitivisht. Pra le ta dini edhe shikuesi që nuk është shumë e thjeshtë. Po, nuk është definitivisht para kamerave. Këtu, ka kjo pjesa jonë mund t'jetë edhe thjesht. Mund t'u duket e thjesht. Sepse mund edhe mos folni, folën gjatë. Po njerëzit nuk e din prapavin që e kalojmë ne drisa ulemi në këtë karikja jotë është pak më nxehtë. Një gjë që mua më pëlqen shumë, sinqerisht, është fakti që ndryshe nga çiftet e tjera, ju nuk jeni nga personazhet, nga njerëzit që jeni të fiksuar në rrjete sociale për të promovuar jetën tuaj, pushimet, fotografi, do me thënë dani shumë pak gjëra dhe kjo është diçka për të përshëndetur në kohën që ne po jetojmë. Në këtë kohë të luftës së rrjeteve sociale, se kush po bën pushimin më luks, kush ka vizituar më shumë vende, kush po vishet më firmato, ju keni zgjedhur të jetoni shumë stil të jetës modeste. Sa është e vështirë ta mbani këtë modesti të jetës tuaj? Në këtë kohë të tregoj drejt, vërtet është koha kur gjithçka shifet në Instagram, duket wow, shi sa mirë është tu kalu, shi sa mirë është. Ne femrat e kemi atë. Më shumë i jepet për partia ambalazhit se sa për mbajtjes. Për shembull që kjo foto. Nuk është e publikuar kjo foto. Nuk është e publikuar. Edhe të kush të thotë këto shi sa bukur janë tu kalu. Janë tu kalu. A nuk e di se kjo është një ditë para se unë ta bëj intervenimin tim në Turqi. Me të vërtet, diçka, do të thënë, Instagrami ose rrjetet sociale janë ato që ti e shef moment se si duket. Nuk e dim prapa vijën e asaj. Ndoshta unë e kom kalu 1 orë kohë, shminkon, ta bëj një foto, ta nxjerr në Instagram, a ne nuk e kemi atë, as unë as Dali. Unë vetëm e kritikoj Dalin, pse nuk promovohesh, pse nuk poston, pse nuk e nxjerrë këtë video. Ndonjëherë i dëgjoj këngët e tij e më thon, pse prap nuk e nxjerr këtë video ta ndëgjoj njerëzit, se shumë e mirë është. Nuk promovohet shumë sa duhet. Pra të dy jeni të njëjtë në këtë aspekt. Jemi të njëjtë, po kjo më kritikon dhe në musulman mu shumë ti isha thotune me këngëtar. Ti ishe doktor. Do isha promovu më mirë. E pashat këto ditë, pra ne tash ishim ke botë. Viral do isha. Mirë që s'është bë këngëtar. Se kjo, kështu e merë seriozisht. Perfekcioniste. Sulmet vinë pi Altinës në kuptimin ti duhet. Duhet të promovohet. Se reklama jonë profesioni që keti është e domosdoshme, nuk është që don apo nuk don, është diçka që e kërkon profesioni. Po kjo pjesa pak a shumë më ka ndalu kjo pjesa se unë me të vërtet nuk postoj. Unë ndoshta mund po të mos jetë
në një person i tret I cili insiston të bëjmë një foto dhe ta postoj, unë mund të kaloj edhe 10 ditë diku jashtë shtetit, në një vend të mrekullueshëm dhe të mos postoj asnjë foto. Në fakt unë foto bëj në momentet sepse shijoni momentin, besoj më shumë se sa gjithë këto foto të janë pa publikuara, prandaj ja kërkova Altinën, sepse keni jo shumë fotografi në rrjetet sociale. Sepse këto unë i maj për shembull për vete. Edhe në studio ku e kam atë ambientin tim ku punoj, e kam gjithë fotografi të disa momenteve që kanë lënë mu përshtypje, janë të printume. Kështu edhe unë bëj foto, po nuk I publikoj, se I mbaj për vete. Janë të rëndësishme për ju, momente më intime. Se a di historinë, e di pse kom bë atë foto, nuk mund t'ja shkruaj unë dikujt se çfarë ka ndodhur, për shembull me atë foto në Istanbul që jemi, se për mendimin tim është e panevojshme. Ta di ai çfarë bëj unë në Istanbul. Eksakt. Para se të kalojmë te kjo fazë, që është një nga sfidat ndoshta më të vështira që I keni kalu ju si çift, dua të shfrytëzoj këtë moment për të pa diçka shumë bukur, dy persona shumë të veçantë për ju, kanë vendosur që t'ju përshëndesin. Kështu që regjia, video mesazhin e parë dhe të dytin do I lidhim bashk. Ti shohim se kush ka vendosur t'ju përshëndes. Përshëndetje telespektator, pashtu përshëndetje edhe për ju zonja moderatore. Zonja moderatore. Ki nevojën ta përshëndes edhe shokun tim dhe mikun tim Hajdarin, po ashtu edhe motrën tim Altinën a.k.a. Hatixhe. E di që Altina sot o mundu Hajdarin ta veshe me race qera, ama supozoj se Hajdari e sot o vesh me race zeza. S'kje që I të bësh motër, duhet ta pranësh faktin se je martoh me një vampir. Si dhe qoftë? Ndjej nevojën që ta përshëndes mikun tim dhe ta falenderoj për 3 gjoja. E para është që më ka martu dhe më ka bo me grua me fëmijë. E dyta është që më ka bo I njofshët që unë sot të ta bëj këtë video. E treta është se më ke bo me fjok me ki. Rofsh, përshëndes dhe dëshiroj lumturi në jetë. Kalofshi bukur. Përshëndetje për të gjithë juve në studio, përshëndetje edhe për gjithë spektatorët të cilët në ndjekin. Nga zemra do doja ta përshëndes Hajdarin, shokun tim, të cilin e kam shok gjenerate dhe jemi rrit bashk dhe I kemi grisur cakmisha bashk. Po ashtu do doja ta përshëndes Altinën, miken time, dhe do doja t'i them se t'kesh një burr si Hajdari nuk është e lehtë, por është edhe privilegj. T'kesh një shok të mirë, do të thotë ti jesh I pasur. Po t'kesh një shok si Hajdari, do të thotë ti jesh shumë më I pasur, si me pas Bitcoin. Si më vesh. Si do qoftë, çiftit simpatik I uroj suksese, shëndet dhe të gjithat mirat nga zemra, edhe ken kujdes që mos t'i marrin në sysh. Ciao. Tamanon të bëj mashallah që mos t'ju marrin në sysh shikuesit. Faleminderit shumë. Dy video mesazhe shumë të bukura nga miqtë tuaj që janë Halili dhe Adisi, tashmë të njohur si Çuçkat. Nuk I pritësha se dhe jenë ato të di. Po, edhe unë. Se rastisht të ndjova kur bisedove me regjien se dët video mesazhe, edhe në qësha në përmend kush mund të kjetë të jenë personat. Unë kam kontaktuar shumë persona, por ja që mendova që të duhurit do jenë ata dy, me që si ju njohin, I keni persona shumë të afërt, jeni rrit bashkë me të dy. Edhe unë kam qenë pjesë, që Alili më thiri motor, në turqisht. Hatixhe, ose këskardash, më thotë se folëm pak turqe prej mamit, po. Edhe për atë, Alilin e kom Kardesh. Shokë, kom edhe si vëlla, po. Po ai momenti që tha, s'kam çka të bëj me motër se jam martu me një vampir. Nuk ja heq dot të zezën, po, të zezën. Veshet zi, edhe e din se veshet zi. E din se veshem zi, edhe e din se kur do që të më kontaktojsh pavarësisht sa është ora, unë jam online, edhe më thot a flente, a flende njerë. Ja, okej. Edhe për këtë pjesë pas ka pas. Në vi rasti komunikojmë 2-3 natës, unë ku jetët në studio, punoj, okej, edhe pas të zgjohet në 7 ose në 8, ka dhe një punë, thot, mik, ku je, i thom, këtu jom, na duhet dhe një sana fjeme, vlad.
Edhe për këtë pjesë ka. Besoj jeni me fat që keni miq të cilët ju duan dhe ju respektojnë kaq shumë dhe ju vlerësojnë mbi gjitha. Si Bitcoini, si Bitcoini, edhe pse ta se marr vesh, ka është ajo, po me rëndësi ka vlerë. Nuk mund të thoma sem për ato të di. Për të folë për Alilin edhe Hadisin është për mu... Emision në vetë. Ose sigur me folë për vetëm. Alili thuri vargjat e falemderoj, une mund t'i them se veç ja kum vëndu bombën ke shpeja, ja kum dhonë vajzët e stime ka për gru. Okej, nuk e kam ditë të detaj. Prandaj tam ke po me grua edhe me fëmijë. Dhe me thonë, përveç se familjen e vete e ka regullu edhe shokun e vete. Një mik i mirë është ai që mendon edhe për miqtë e tij, jo vetëm për vete, kështu që... Por nuk duhet anashkaluar vetja. Po, patjetër që po. Nuk duhet haruar vetja dhe t'ju i rëndësi ndoshta të tjerëve më shumë. Okej. Tani kalojmë tek pjesa të cilën e nisi Altina. Unë desha që këtë pjesë ta bëj me shumë kujdes, edhe pse aktualisht Altina tashmë po gëzon shëndet të plot. Nëse nuk gaboj në muajin tetor, apo jo, je diagnostifikuar i prekur? Në muajin tetorit roz. Tetorit roz, taman, po. Ndoshta edhe ajo buja që bëhet në për televizore, kontrolloheni, të nxitën, të shkojsh të kontrollohesh, se asë njëherë nuk të shkon ndërmend se mund të të ndodhe diçka e tillë, se thua, unë jam e re, isha energjike, punojsha, shkojsha në specializim çdo ditë, zgjohesha në 6 mëngjes, me vetur vetë, visha në Shkupe, bëjsha stazhin, pastaj kthehesha në punë, kthehesha me fëmijët, domethënë edhe para diagnostifikimit, edhe gjatë diagnostifikimit, edhe pas shërimit, una jam ndjej me energji të plot. Ndoshta edhe pozitivitetin që ma kanë dhënë familja edhe burin, do me thënë, une e kam pas vetëm si një ëndër të keqe, nga e cila çdo ditë mendojsha nuk është e vërtet, se me të vërtet nuk kam djerë diçka. Ajo është një diagnoz nga e cila ti nuk ndjen dhimbje, nuk ndjen ndryshime, ndoshta pse faze e hershme, por e ke. Dhe diagnostifikimi qenë ka faza ma e rëndë se sa shërimi. Pasi e kupton më se çfarë bëhet fjalë, shërimi shkon me protokolle. Më varet në cilën faze ke kap. Unë falë Zotit, fiks pari, ajo është më kryesore, që ma nxori parasyve, që ta gjej në fazën 0, tash si mbas nomenklaturës mjekësore, mo ajo nuk quhet faza 0, nuk quhet edhe si kancer i gjirit, po si prekanceroz, do me thënë faze parë, faze 0. Ajo fazë është komplet e shërushme, do me thënë dhe pa pasoja. Për atë, desha për gjithë nënat, për gjithë vajzat, femrat, ti ndërgjegjësoj të bëjnë kontrole, sepse kontrolli i hershëm shëron edhe shpëton jetë. Mesazh shumë i fuqishëm ky në fakt. E thej që nuk e lejuar që të ndikojnë në emocion, sepse unë jam e sigurt që vajzat e gratë që lejojnë ndoshta të emocionalisht ta përjetojnë shumë vështirë, pastaj edhe bëhen kaotike, ndoshta nuk e din edhe çfarë të bëjnë me vete, din shumë shpesh të mërzisin edhe familjarët, po pastaj edhe fëmijët të vuajnë nga kjo pjesë. Kjo është shumë e rëndësishme. Mos të dobësohesh emocionalisht. Nuk desha ndikoj negativisht te fëmijët, te familja, normal, fillim ti në faza e diagnostifikimit është se ti nuk e din se çfarë është, ende nuk i ke rezultatet. Nuk e din se si do shkoj shërimi jot. Edhe për atë arsye, them se ajo fazë ka qenë për mu ma e rëndë, du ta mendoj si një ëndër që kaloj një ëndër e keqe, ajo është një fazë shumë e rëndë, mirë po shërimi, kur e shef se çfarë ke, pa marrë parasysh cila fazë është, ti duhet t'jesh e fortë të ballafaqohesh me krejt çfarë të vinë. Shumë e vërtetë. Krejt edhe si personel mjekësor që jam, unë me të vërtetë stomatologe, po e kaloj me atë fazën në lëndët e mjekësisë, duhet t'i vetëdijsoj gratë se me të vërtet duhet bëhen kontrolla ginekologjike, kontrolla në radiologjike, krejt
ato kontrollat janë shumë të rëndësishme që ne ti zbulojmë herët, çdo smundje, pa marrë parasysh cila smundje. Shpesh dim ti neglizhojmë nga kjo jetë e shpejtë që po e bëjmë ne, shpesh dim edhe ti neglizhojmë këto pjesë që janë shumë të rëndësishme. Altina shumë e fortë, mua po më vjen shumë mirë që po e ndëgjoj këtë nga një grua, nga një nën si Altina. Për ty si ka qenë Hajdar? Ne jemi ndëgju në momentet e para pasi është diagnostifikuar Altina. Alama i fortë, ta marrë ashtu. Mbështetja kryesore edhe pozitiviteti i krejt kësaj historie është dali, me vërtet. Sa momenti mirë ky. Po për ty si ka qenë emocionalisht Hajdar që ta menaxhoje fillimisht veten, ti të ishe i fortë dhe pastaj këtë ta reflektoje edhe kundrejt Altinës që ajo të shite që ti je i fortë dhe je aty. Realisht për mu ka qenë shumë e rëndë. Momenti, faza e diagnostifikimit. Besoj lajmi ka qenë ai shoku që ti ke marrë. Lajmi është shok. Komplet prej ati momenti kur ndigjon atë muhabet, komplet ai planifikimi që ke bote për jetën tënde, qoftë afat shkurt, qoftë afat gjatë, të bëj në ujë. Del një problem, një emër shumë i keq i rënd që ti blokon krejt ato. Edhe unë në fillim i kisha shumë problem, po me vetvete. Jo me... Nuk ja ke reflektu asnjëherë. Në moment kur unë isha ekstremisht keq, unë më shilesha dikun di vetë, në studio qoftë dikun tjetër, e kaloja atë periudhë dhe dilsha prap me atë smile-in tim, dhe mundohesha të bindi Altinën, bile i thësha, a je njësoj si para 2 jave? Po. Jo, pozitiv kemi qenë gjatë gjithë rrugës. Nuk i ndalem asnjë aktivitet, vendosëm që të mos të ndalim asnjë aktivitet që të bënim. Për shembull, unë kisha punë studio ekstremisht në atë periudhë, kisha edhe do xhirime që po i bëja vullnetarisht për kancerin e gjirit, për tetonin roz. Edhe atë shfrytëzova, se në moment që vinte ndonjë grua që e kishte kalu këtë fazë. Si ishte merje informacione, apo? Me kisha informacione, the shaltin në net, bisedo, shefe si o puna, si shkon. Faktikisht e kthyhem në sportivitet. E mirëshim edhe me atë pjesë, në me thënë, nuk e lam anash asgjë, ose rastit nuk e lam asgjë, në thënë, ku duhesh të shkojmë. Nuk keni lejuar që realiteti juaj të kthehet në këtë sëmundje që është... Dhe aktivitetet normal, me sakrifica. Gjeshim kohë për t'i bë, po asesi, i thashe dhe Altinës, asesi nuk duhet ndalen aktivitetet. Vazhdon specializimi, vazhdon puna ime në studio, por në moment që ka ndonjë udhtim, duhet shkohet në Turqi ose duhet shkohet në një spital të caktuar, ne do shkojmë. Do t'i lëmë gjithë punët, do shkojmë. Por kur të kthehemi, do t'i kompenzojmë punët. Do vazhdojmë në normalitet. Sepse kjo edhe na ta mban edhe trunin aktiv dhe nuk merresh me atë fazë. Nuk të lënë ti dorëzohesh. Për shembull se ishte Alilin video, Alili më thatë ndali seria, ndali podcast. Do pauzojmë 2 javë, 3 javë, s'ka lidhje se fundit është e jona e ndalim kur do. Jo, ajo ndikon negativisht. Do ishte ndoshta më e vështirë edhe për Altinën, po edhe për ty se mendja do rinte vetëm aty, do prodhonte mendime që ndoshta nuk dëshiron që ti ish i vetëdijshëm ti mendosh. Jo, që u diagnostifiku shumë herët se gjithë qka, dhe me thonë, diagnostifikimi i hershëm ta ndryshon kahjen se si do rjedhin gjerat, si do rjedhe shërimi. Kjo dhe me thonë ishte vetëm si gjdo intervenim tjetër, e bon intervenimin, mbaron pse se u gjithë herët. Gjithë qka dhe ndryshon të shkonte një faza tjera. Edhe kjo ndimoj edhe aktivitetet ndimon që edhe tjerit rrethnesht mos ndikojnë shumë për kësaj. Se ndonjëherë familja edhe më vështire përjeton emocionalisht, sepse janë njerëz të cilët e kanë problem të menaxhojnë emocionet, sidomos prindërit, besoj janë ata që e përjetojnë më vështirë. Deri në momentin që ne kemi shku për intervenim, ata e kishin si turbult, çfarë është ndodhur. Sepse nuk i keni ngarku, besoj, me informacion. Dhe aq aktiv ishim sa që ata nuk dyshojshin askundi. Apo një kontroll rutinë, një kontroll rutinë. Unë mbas, për shembull, mbas orari që i kisha në specializim, kthehesha, shkojsha bësha çfarë duhet, vazhdim të kontrolleve, edhe kthehesha te shtëpia, vetëm mos jap pasqyrë se kam qenë për kontrolla normal. Isha në shkup. Ose mos të reflektoj te fëmijët. Edhe kjo është shumë e rëndësishme.
Sidomos fëmijët që e ndjejnë ato, ndjejnë, shumë e fëmijët ndjejnë, janë të parë që e ndjejnë energjinë e në shpirtin e asaj. Bile, ne kur ishim dikun 3-14 ditë kemi ndajt në... Po, 2 javë. Intervenimi është kryer në Turqi, apo jo? Okej. Atje, prej ditën që kemi shku, ne, as unë as Altina, nuk kemi pas kontakt me fëmijët. Video call ose... Ndikon emocionalisht. Se ndikon të emocionalisht më shumë për Altinën, se sa për mu. Shembull, unë ndoshta kam pas mundësi t'iki edhe të bëj një farë komunikimi. Po edhe atë se kam bë. Jo, ma mirë goma, ashtu se... A kam pyet fëmijët pastaj kur jeni këty, cila ka qenë përgjigja që e kanë marrë ata, se besoj prindri 12 ditë apo 14 ditë mos t'i shohësh, ka qenë habit. Kanë shku të bëjnë pare. Mami mi ka thonë Drinit se ai non-stop kur i pik në mendje të blej ndonjë gitarë ose ndonjë, ashtu më thot, a kje pare, babi? Po, krejt instrumente e kemi shpia. Shihja bosi. Nëse ka instrumente, dyqani që shet instrumente, ma shumë se kjo studioja që e kanë mbush kime djallin. Edhe në atë periudhë, sa kështë fillu në parashkollarën që erdhe, edhe si kur e kështë me siklet shkume në shkollën mëngjes, edhe i ka thonë mami tim, ku o babi? Ka thonë ka shku me nanën të punojnë në të bëjnë shumë parë. E ka thonë super dhe më gje gitare, kur dhe vije. E në ma mirë që nuk ka këtu, se nuk dhe më qonë dhe kështë shkolla. Dhe bëj A i ka pushim. po kalkulimet e veta në kokë. Dhe bëj pushim. Edhe bile kur u këthym prej atje në aeroport, kështë dalë edhe Drinit në presë, edhe tha, në moment i parë, më pa dhe ku jo më pare. Dhe t'japë kështë. Ma vonë. Okej, mua po më vjen shumë mirë dhe jam me sigur që ky do jetë një mesazh shumë i rëndësishëm për vajza e gra që mund të jenë duke kaluar në një situatë të ngjajshme me tëndën Altina, sepse unë nuk desha ndoshta që të jetë fokusi i bisedës kjo, po thjesht është një gjë që ty të ka bërë më të fortë, po besoj edhe familjen tuaj e ka bërë më të fortë, bashkë me Hajdarin dhe fëmijët po dhe prindrit tuaj. Po, është një sprov nga e cila mëson shumë. I mëson prioritetet, cilët i ke ma të rëndësishme, do të shofi se gjërat e vogla kanë më shumë vlerë ndonjëherë se krejt ato që tha ekspozimet në për Instagram, në për jetës sociale. Definitivisht duhet t'i vlerësojmë. Edhe një sen kam vërtetu gjatë kësaj periudhe, unë personalisht, se nuk është mirë t'i mbash, sidomos këto probleme në sekret. është mirë t'i bisedosh paktën me njerëzit e afërt, sepse nuk e din ku e gjen rrugën më shpejt për të arritur deri te zgjidhja. Pajtohem plotësisht. Nuk është turp ti tregojsh dikujt se ke një ka problem. bet si ashtu, mos trego se je. Ajo është shumë mirë ta tregojsh se gjen kontakte, lidhen kontakte. Kur nuk i dihet ku do jetë ajo ura lidhse që do të shta jam mund të... grua, mendoj se mentaliteti i jonë ka ndikuar te gratë tona më shumë, që disa smundje t'i majnë edhe më shefet, po kjo nuk është mirë. Dhe mua më vjen shumë keq, prandaj edhe unë personalisht mundohem që t'jem shumë e kujdesshme, edhe pse këto janë tema që duhet fliten publikisht shumë shpesh, me të vetëm në qëllim që e tha dhe Altina të kapen në kohë, sepse sigurisht gjërat të cilat diagnostifikohen në kohë, edhe shërimin e kanë shumë më të sigurt se sa në faza tjera, sidomos kjo për cilën po flasim. Një ashtu një fjalisë në formë shakaje, dy janë personat që nuk shpëtojnë, po nuk shpëtojnë kollaj. Në atë kuptimin, ata që nuk shkojnë ke mjeku dhe ata që shkojnë vonë ke mjeku. Vonë, tamam, ashtu është, pajtohem. Dhe pyetja ime e fundit është kjo. Në qoftë se pas 20 vitesh fëmijët tuaj do kenë rastin ta shohin këtë intervistë, çfarë do dëshironi të mësonin për dashurinë tuaj? Shumë shkurt kjo. Ti Unë jam poeti. Tamam, poeti që ke shumë poezi. Është mirë të dashurosh pastër, pa hile dhe pa rezerva. Shumë e bukur. Altina? Ta pranojsh. Unë me qenë, po mësoni sa ma shumë me nanën, kur ta shofi. Do me thonë, me të vërtet, dashuria e sinqert t'jep rrugë të pastër. Ti dhe kesh krejt rrugën, do të thonë, do këtë normal se do hasish vështirësi, po nëse dashuron pastër, atëherë ajo ta lehtëson krejt atë rrugtimin që e keme
me njeriu në jetës. E vërtet. Rrugët e drejta janë gjithmonë të vështira, por që fundi është i bukur. Dhe kjo besoj ka rëndësi shumë më shumë, se sa rrugët e lehta, por që fundi është me pikpyetje shumë të madhe. Ishte shumë kënaqësi që pata rastin t'ju kem sot për herë të parë bashkë në një emision. Altina, uroj të kesh kaluar bukur. Unë ndava shumë e kënaqur, sepse isha shumë e sigurt që do ishte një nga epizodat më të bukura të këtij sezoni në Prizma. Faleminderit shumë për ftesën, për mua ishte hera parë, do me pane të tyva akli. Të shofem. Faleminderit. Shivemi herave tjera. Shivemi herave tjera. Kjo ishte mesazh shumë i fortë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe prej teja, Hajdar, ishte shumë kënaqësi dhe vazhdoni të reflektoni këtë energji të bukur që e keni bashkë. Faleminderit shumë. Ta keni shëndetin dhe të tjerat vinë. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi.